Përshëndetje e gjithë shikuesve nga unë Edvin Parruca, jam këtu në studio me Anton Abilekaj, drejtori informacionit në News 24. Abilekaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Do të flasim për një sër çështjesh, le ta nisim nga ajo që duket si çështja më imediate për politikën shqiptare, reforma në drejtësi. Ne tashmë kemi një farë marrëveshje për një komision të përbashkët mes opozitës dhe mazhorancës me antarësi të barabartë. Nga ana tjetër, të gjithë vizitorët e këtyre ditëve të fundit në Tiranë kanë këmbgulur që reforma për drejtësi është një temë kryesore mbi të cilën duhet punuar dhe kryeministri Rama ka thënë se me çdo kusht këtë vjeshtëm do ta kemi reformën në drejtësi. Si e shikoni këtë situatë dhe sa shpresdhënëse duket? Situata duket sikur është bërë shpresdhënëse me ndihmën e faktorit ndërkombëtar pas vizitave të dieshme të ambasadorit amerikan dhe kryetarës delegacionit të Bashkimit Evropian në parlament, duket sikur u arrit ajo marrëveshje që kërkonte opozita për një pjesëmarrje të barabartë, profesion të barabartë. Por kjo është vetëm fillimi, sepse nëse do të kemi pjesëmarrje të barabartë në komision, atëherë nuk e dim se sa do të eci reforma. Duhet kujtojmë që në seancën parlamentare të së njëjtës, kur Eduard Alimi bëri këtë kërkesë, Gramoz Ruçi e kundërshtoi me arsyetimin se barazia në komision do të bllokonte reformën. Pra, nëse ne do të kemi dy palë që do të nisen aty për të arritur qëllimet e tyre politike me një agjendë politike, atëherë nuk do të ketë reformë, ose do të shkojë gjithçka, do të paraqitet në parlament dy drafte dhe do të bëhet përsëri një reformë e njëanshme. Ky si hap do të ishte pozitiv nëse do të shohim që do të ketë vërtet konsensus në komisionin posaçëm. Dhe nëse nuk do të përdoret për agjendat personale për të mbrojtur apo për të sulmuar dikë në sistemin e drejtësisë, por për të bërë vërtet një reformë. Me çfarë kemi parë deri tani nga disa ide që janë hedhur për reformën në drejtësi, me uljen e kompetencave të presidentit dhe të kryeprokurorit të tjera, kam përshtypjen që këto do jenë pika shumë të vështira për të realizuar me konsensus. Ende nuk e dim se cilin model ka zgjedhur majoranca për të bërë reformën në drejtësi, për ta shndruar prokurorinë në një organ qeveritar apo për ta lënë me këtë status që është pavarur. Për të ndryshuar sistemin gjykatat që të mos varet nga presidenti, që të varet nga parlamenti apo vetëm nga sistemi gjyqësor, këto janë disa gjëra të cilat ne nuk na i kanë dhënë si model. Se çfarë modeli do ndiqet, se ku do të çojë ky model dhe çfarë do të sjellë. Pra, ne dim vetëm që kemi një nevojë për të ndryshuar drejtësinë. Merkel dhe Schulz, dy profesorës lartë të qeverisë gjermane dhe Parlamentit Evropian, presidenti i Parlamentit Evropian dhe kancelarja, e vunë si parakusht shumë të rëndësishëm për hapjen e negociatave për antarësim. Pra, kjo dihet që duhet bërë dhe duhet të përfundojë brenda vitit, por është shumë e vështirë nëse nuk ka një model të qartë dhe nëse nuk shihet si një çështje jo partijake, jo për të marrë kontrollin apo për të lëshuar kontrollin, por si një mirë publike, si një reformë domosdoshme për smagun rreth parë korrupsionin në këtë sistem. Për shumë gjëra hidhet faji drejtësisë në Shqipëri, që nga korrupsioni, te problemet që ka biznesi, problemet që kanë qytetarët, forcat e rendit gjithashtu e kalojnë problemin tek drejtësia e kështu me radhë. Por sa optimist jeni ju që me çfarë do lloj reforme ky sistem i tërë që ne kemi, a mund të jap drejtësi në fund të fundit? A është kjo vetëm një problem i gjyqtarëve apo ne kemi probleme më të gjëra? Kjo është padyshim është ky fragiliteti që krijon në vetë sistemi gjyqësor ndaj politikës, i cili e krijon këtë. Ne kemi një sistem gjyqësor i cili është pothuajse unik në Europë, me gjykatën e kasacionit, gjykatën e lartë, e cila varet nga parlamenti dhe e cila është shkallë e tretë që mund të rrëzojë të gjitha shkallët dhe ka një varësi e cila është politike në fakt, është nga parlamenti, varet nga palët politike. Ne kemi një prokurori që ka një status krejt pacaktuar se varësie, ka dhe një pavarësi e cila në fund fare na ka sjellë rezultate shumë dobta deri më sot në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, prapë, sepse edhe krimi organizuar bën pjesë në ato fenomene që drejtësia nuk ka mundur t'i fitojë dot, t'i luftojë dot. Kështu që nevoja për ndryshime është shumë imediate dhe shumë e rëndësishme. Me drejt gjithë e kthejmë gishtin nga drejtësia, por problemi
këtu është se institucionet nga cilat varet sot sistemi drejtësisë, mund që nesër të bëhen institucione të njanshme, të varen të gjitha nga majoranca. Për shembull, pas 2 vjetësh ne mund të kemi president që do të varet, që do të ketë mund të jetë i majoranca, sepse majoranca e ka mundësinë me këtë kushtetutë që kemi, që ta zgjedh presidentin bile edhe me 3/5 mund ta zgjedhë. Nuk e duke marrë dhe presidentin, majoranca ka të 3 institucione nga të cilat varet drejtësia, dhe duke i pasur të 3 ne mund të krijojmë përsëri një drejtësi të njanshme, përsëri një drejtësi e cila i ofrohet politikës me kënaqësi në shkëmbim të favoreve që krijon në mosvënie në drejtësi në raste të korrupsionit dhe të krimit organizuar. Pra ne kemi sot një sistem gjyqësor me gjyqtarë të cilët janë të predispozuar të shërbejnë politikës me kushtin që të mos preken në punët e veta duke mos vënë drejtësi në raste të pronësisë, të pronave, të krimit organizuar edhe të korrupsionit. Ky është problemi më i rëndësishëm, të cilin politika në përgjithësi e përfiton dhe populli dhe pjesa tjetër, elektorati, publiku e vuan. Po do të kishim, nëse ndodhin gjithë këto ndryshime, do të kishim pastaj më në fund një mazhorancë që do të ishte plotësisht përgjegjëse për gjithçka që do të ndodhte. Domethënë nuk do kishim ndarje të po, përgjegjëse, po në rast të drejtësisë kjo përgjegjësia është e pa përcaktuar mirë. Plotësisht përgjegjëse kishim në mazhorancën edhe më parë, por ne e pam që nuk u mbajt përgjegjësi për asnjë nga vendimet që u dhanë nga drejtësia, për çështje shumë të bujshme gjatë periudhës 2009-2013. Dhe ajo që ndodhi dhe që ishte më e çuditshme është se pas vitit 2013, pas zgjedhjeve, pas fitores së opozitës atërshme, ne pam se si sistemi gjyqësor si lule dielli u kthye nga pushteti përsëri dhe mbeti me vështrimin nga majoranca dhe vendimet e majorancës, vulnerabiliteti i gjyqtarëve është i tillë që majoranca mos ta ndjejë nevojën për ndruar për gjyqtarët për të kontrolluar sistemin, por i mjaftojnë këta që janë dhe lanë dhe duart nga sistemi i drejtësisë duke treguar që nuk ka ndërhyrë politikisht, por ky është sistemi dhe ky sistem jep vendime të pavarura, të njëjtit gjyqtarë japin të njëjtat vendime pro majorancës në çdo rast. Ky është problemi, një nga problemet e tjera, pra që majoranca duke pasur të lehtë kontrollin, duke parë vulnerabilitetin e gjyqtarëve dhe të gjithë punonjësve të drejtësisë, mund të kërkojë të ruajë status quo-n. Dhe prandaj nuk duhet të jetë vetëm politika pjesëmarrëse në këtë reformë drejtësie, duhet të jetë publiku, duhet të jenë grupet e interesit, pse jo shoqata, të gjitha shoqata të njerëzve që preken direkt, edhe shoqata pronarësh mund të jenë të interesuar. Mund të jenë edhe shoqata që luftojnë, që merren me vrojtimin e krimit organizuar, luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Pra duhet të ketë grupe interese, sigurisht media, që reformat mos bëhet jo transparente, siç janë bërë shumë reforma deri tani, por të jetë një reformë transparente që në fund fare të ketë vetëm një përfitues të ardhmen e vendit dhe publiku. Si e shikoni opozitën në këtë pozicion? Ka një numër të barabartë antarësh në Komisionin për Reformën, nga ana tjetër ka e presion ndërkombëtar që kjo reformë duhet bërë patjetër, opozita është në pozicione më të forta me këtë barazim antarësh apo njëkohësisht është edhe më në siklet me këtë pozicionim? Po, ky është një pozicion i vështirë në fakt, sepse opozita pasi u plotësua kërkesa që ndoshta nuk priste të plotësojë, tashmë duhet të jetë bashkëpunuese, nuk mund të jetë bllokuese në proces për shkak të ndërhyrjes ndërkombëtare dhe për të garancive që u dha atyre për të marrë pjesë në proces si palë barabartë. Kjo është vërtet një pozitë siklese duke patur parasysh edhe rastet e mëparshme në KLD, në Këshillin Lirar të Drejtësisë, ku kemi pothuajse një barazi në antarësi, ne pam se qëndrimi i opozitës, i përfaqësuesve të opozitës ose i përfaqësuesve të njerëzve me orientim nga opozita ishte pro disa gjyqtarëve që akuzoheshin për korrupsion. Rasti i Gjingjonit për shembull, një rast i bujshëm, apo ja. Kryetari dhe nënkryetari i Këshillit Lart të Drejtësisë u shkarkuan pastaj nga parlamenti për të zgjidhur pak ngërçin ku ishte futur KLD-ja. Dhe ne pam pavarësisht se kush kishte drejt në KLD u pa që ajo ishte një arenë politike, nuk kishte të bënte me një dëshirë për të bërë reformën në drejtësi.
sepse edhe pas këtyre që ndodhen në KLD, ne nuk pam asnjë vendim të rëndësishëm që të sillte KLD-ja e re për të pastruar drejtësinë, për ta përmirësuar shërbimin në drejtësi e tjera. Këto precedent na bëjnë që të kuptojmë që edhe opozita nuk është jo fajtore, aq më tepër që ka vetëm 2 vjet që është në opozitë, por nuk ka ndryshuar strategjinë e mbrojtjes politike apo të luftës politike në këto çështje ku nuk ka asnjë arsye që të bëhet luftë politike. I përmendëm 2-3 herë ndërkombëtarët, këto ditë ne kemi parë një fluks jo të zakonshëm vizitash të funksionarëve të huaj në Shqipëri, që nga kancelarja Merkel, kryetari i parlamentit Schulz, ndihmë sekretare amerikane e shtetit, tani dhe ministri i jashtëm grek, përpara se të shohim një nga një ndoshta është koincidencë kjo apo po ndodh diçka që nuk e dim. Po, duke sigur ka vërtet një angazhim shumë të madh të atyre, dhe muaji korrik është pak e çuditshme për periudhën kur po ndodhin këto vizita. Vizitat janë të njëpasnjëshme. Si janë vetëm Tiranë, një pjesë e tyre janë ture balkanike. Për këtë do të duhet të fliste vërtet një diplomat i njohur ose ministri i jashtëm shqiptar shpjegonte arsyeën ose qeveria shqiptare arsyeën pse po ndodhin këto vizite kaq shpeshta, sepse këtu sigurisht ka një agjendë e cila nuk është bërë publike dhe në këto raste në përgjithësi agjenda nuk bëhet publike. Sigurisht që Ballkani tani është një rajon vërtet i trazuar, sepse kemi kërcënime të tipit ISIS, të cilat po bëhen gjithmonë më prezente dhe gjithmonë më alarmante, ndërkohë që kemi një krizë greke e cila e bën më të mundshme lënia e kontrollit Greqisë mbi rajonin Ballkanit Perëndimor, i lë hapësirë një kontrolli tjetër, i cili pse jo mund të jetë një kontroll që mund të vijë nga lindja, pra që ndërkohë është dhe Rusia që është një kërcënim tjetër sidomos për slavët e Ballkanit, dhe besoj që këto janë disa nga arsyet kryesore që i kanë sjellë këtu figurat më të larta, duke pas parasysh edhe Merkelin, në cila në mediat gjermane vizitat e saj në Serbi u konsiderua si një vizitë për të kthyer Serbinë në rrugën europiane. Dhe mesazhet e Merkelit ishin që Serbia duhet të jetë në Bashkimin Evropian dhe ka mbështetjen e Gjermanisë. Mesazhe aq të forta që nuk u dhanë gjatë vizitës së kancelares gjermane në Shqipëri. Gjithashtu, kancelarja gjermane me që ra fjala gjatë vizitës në Serbi mbështeti reformat, deklaroi hapur që mbështeste reformat e kryeministrit Vučić, gjë që nuk e deklaroi në Shqipëri. Pra kemi një sjellje pak më të afërt, pak më këmbgulëse të Gjermanisë ndaj Serbisë. Një nga arsyet sigurisht që është frika kërcënimi rus, dhe arsyeja tjetër vërtet mund të jetë që vërtet Serbia mund të ketë ofruar një qeverisje të mirë, mund të ketë plotësuar kushtet e Bashkimit Evropian dhe mund të jetë vërtet këtë bërë hapa përpara, po gjëra të cilat ne nuk i vlerësojmë dot këtu, por me aq sa u tha në gjatë vizitës kancelares Merkel, duket se Serbia ka bërë hapa më shumë hapa përpara se Shqipëria. Në qartë. Ndërkohë, një nga temat që u prek edhe gjatë vizitës së zonjës Merkel ishte çështja e azil kërkuesve. Këtu prej muajsh bëhen përpjekje që të frenohet ky fenomen, edhe në vendet e Bashkimit Evropian ka një shqetësim dhe përpjekje, por duket se asgjë nuk e ka ndalur fenomenin. Për muajin qershor, azil kërkuesit nga Shqipëria janë në vend të dytë pas atyre nga Siria, çka është e kuptueshme, pra vendi i parë, po vendet e tjera nga sidomos nga Ballkani Perëndimor nuk gjejnë shumë arsyetim. Si shpjegohet kjo ç'është ky fenomen që nuk ndalon? Është e qartë që varfëria ka sjellë këtë fenomen. Nuk është fenomen elektoral, siç u pretendua para zgjedhjeve, kur u dha alarmi i parë i madh për një braktisje të vendit. Tani ne po shohim që nuk ka asnjë arsye elektorale të deklarohet, por vetëm muajin qershor ne ishim vendi i dytë me 5900 raste, 6000 raste të azilkërkuesve nga Shqipëria. Vendi i dytë pas Sirisë, ndërkohë që Kosova ishte rreth 1500 ose 1600 raste. Pra, jemi rreth 3 herë më shumë se Kosova, ose 4 herë më shumë pothuajse, gjë që është e pashpjegueshme. Ndërkohë që nuk është vetëm azili për në Gjermani, ka dhe vende tjera europiane, por ka dhe vende tjera lindore. Ne së shpejti do të sjellim një rast të azilit masiv drejt vendeve të lindjes të shqiptarëve,
që është duke u ndjekur nga gazetarët tanë. Pra, kjo është treguesi i varfërisë. Përveç kësaj, është qeveria shqiptare e cila duhet e para të reflektoj dhe jo të akuzoj për një azil politik, sepse nuk e besoj se kjo është nuk ka njëri që merr bosh dhe shet shtëpinë ose merr kredi për të larguar për arsye politike, për nxitje politike, por kjo është vërtet treguesi i mungesës shpresës, i mungesës totale të shpresës pas 2 vjet qeverisje. E dyta është që vizita e Merkelit në Tiranë ishte rasti më i mirë nga qeveria jonë për të kërkuar Gjermanisë një program për emigrimin e shqiptarëve, duke pas parasysh që pas disa herësh thënë nga ambasadori gjerman në Tiranë, por edhe vetë kancelaria deklaroi që Gjermania ka nevojë për krah pune të kualifikuar, ndërkohë që nuk ka asnjë program zyrtar për të thithur të krahun e punës kualifikuar. Kancelaria nuk u pyet për këtë çështje, por nuk e di u fol nga kryeministri kjo dhe pse qeveria shqiptare nuk e flet ose nuk e bën publike një mundësi, një program si lotaria amerikane ose si lotaria kanadeze, një program të ngjashëm që mund ta bënte Gjermania ose mund ta propozonte qeveria shqiptare. Përse shqiptarët duhet të shkojnë në Gjermani si sklever dhe të krahu i tyre i punës të jetë krahu më i lirë i punës i mundshëm, një krah pune me të njëjtën vlerë që ka krahu i punës i një siriani që është në gjendje lufte. Pra, këto gjëra janë të pafashme për një qeveri, sepse ne jemi një vend në paqe, nuk jemi një vend në luftë. Emigrantët tanë vërtet mund të ketë emigracion, nga çdo vend ka emigracion, edhe nga Greqia ka emigracion drejt vendeve perëndimore, por ky emigracion bëhet në bazë të disa programeve të përcaktuara që të mos shndrohet në skllavëri, mos shndrohet në trafik të palishëm, që pastaj ka viktima, siç ka viktima nga Afrika e Veriut, që deti Mesdhe është mbushur me kufoma, pikërisht për shkak të një mungesës së një programi. Por edhe ato janë vende që janë në kriza, që janë të shkaktuara nga lufta. Të gjitha vendet e prekura nga emigracioni masiv janë vende kryesisht të prekura nga lufta. Dhe nuk kanë programe të veçanta të emigrimit. Shqipëria nuk është një vend i prekur nga lufta, është një vend paqe dhe duhet kishte një program emigrimi për ata njerëz që vërtet mund të fitonin statusin e një qytetarit, të punëtorit ose edhe sezonal në Gjermani. Qëndrojmë tek vizitat ndërkombëtare, vizita e fundit, ajo sot e ministrit jashtëm grek, është edhe një vizitë që pritet në fakt me një farë interesi dhe kurioziteti, çfarë do të kërkojë ministri jashtëm grek në Tiranë, në një moment që marrëdhëniet Tirana-Athinë nuk janë as pak të mira, le të themi, ka pasur akuza të ndërsjellta mes tyre, ka probleme të hapura, por edhe në moment kur Greqia është në një pozicion shumë të vështirë brenda saj dhe në arenën ndërkombëtare. Çfarë pritet të ndodhë me këtë vizitë? A ka sinjale deri tani se kjo është një vizitë që vjen në kulmin e marrëdhënieve të këqija mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në këto pas 90-s, Shqipëria me Greqinë ka pasur raporte shumë të vështira, edhe pas në masakrën e Peshkëpisë të vitit 94 pati ishte një pikë jashtëzakonisht e ulët, që pas 2 vjetësh, duheshin 2 vjet deri në 96 kur nënshkrua traktati miqësisë mes presidentit Berisha dhe presidentit Greqisë, që të arrijej që të rifillonin marrëdhëniet me Greqinë. U arrestuan dhe 5 minoritarë grek me akuzën e spionazhit pas vrasjes së ushtarëve shqiptar. Ajo ishte pika më e ulët dhe pas asaj u mor një mësim nga 2 palët që marrëdhëniet duhet të jenë shumë të mira. Kjo është pika tjetër më e ulët, ku kemi pasur deklarata publike të ministrit jashtëm grek, të shoqëruara nga nota proteste të ministrit jashtëm shqiptar për shkelje të shelfit territorial kontinental të Shqipërisë, etj. Marrëveshja e ujrave është në një pikë krize. Dikush thot që qeveria greke është tërhequr nga kërkesa e saj për marrëveshjen e ujrave, por kjo nuk është ende e konfirmuar. Pra kjo vizitë pritet të konfirmojë të paktën një qëndrim të palës greke rreth marrëveshjes së ujrave, rreth kërkimeve për naftë në detin e Jonit, që janë çështje ekonomike dhe politike shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Por sigurisht në kuadrin e krizës greke ka shumë gjëra për të diskutuar, sepse e gjithë kriza greke po rëndohet mbi
këmbët e shqiptarëve, të cilët në masën rreth 800.000, më shumë se 500.000, po besoj duhet të jenë rreth 800.000 shqiptarë atje, vuajnë të gjitha ndëshkimet që Bashkimi Evropian i jep Greqisë gjatë krizës. Pra edhe uljen e pensioneve, edhe reformën, rritjen e moshës pensionit, të gjitha edhe rritjen e taksave, të gjitha peshojnë mbi shqiptarët. Dhe kjo është një nga, besoj, duhet jetë një nga temat që do të jenë nesër të prezente, në qoftë se do të ketë një klimë diskutimi të mirë. Por duhet kemi parasysh që kemi të bëjmë me një ministër të jashtëm i cili ka bërë deklarata që nuk i shkojnë për shtat një ministër të jashtëm të një vendi të Bashkimit Evropian, që ka bërë deklaratë për emërimin e nënkryetarit Parlamentit të Shqipërisë, gjë që nuk i takon fare Greqisë të merret me këtë çështje. Pra, do të kemi bisedime të vështira, mendoj, me një ministër të jashtëm i cili nuk e ka përvojën, përballë një ministër të jashtëm që nuk e ka dhe e dim që nuk e ka përvojën, që është ministri ynë. Pra, kemi bisedime shumë të vështira. Nesër do të shohim në konferencat e shtypjes se çfarë do ndodh, ai do të vi sot. Vizita do të jetë, ky është një lajm që jep sinjale të mira, që vizita do të fillojë sot dhe do të mbarojë të njëjtën. Do themi 3 ditore, por dita e mërkurë do të jetë dita e aktiviteteve të tij në Tiranë. Kjo është një vizitë sigurisht që vjen nga një ministër i jashtëm prapë që dhe qeveria e cilit rrezikohet të rrëzohet deri në fundjavë, sepse janë shtuar zërat tashmë për dorëheqjen e kryeministit Tsipras pas marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Kjo situata e Greqisë dhe Bashkimit Evropian, ose Greqisë dhe Gjermanisë dhe disa vendeve tjera, e ka ndarë edhe publikun shqiptar në mes. Një pjesë që thotë që mirë ju bë grekëve pas shumë abuzimeve financiare dhe privilegjeve për gjatë gjithë këtyre viteve, dhe një pjesë tjetër që është e çuditur me këtë qëndrim të vendeve të eurozonës kundrejt një tjetër vendi të eurozonës, që është një ndarje që gjatë gjithë këtyre ditëve ne kemi lexuar në të gjitha faqet e të gjitha gazetave ndërkombëtare. Duket se dyja kampet kanë argumentet e tyre të drejta dhe nuk po gjehet një pajtim, madje ndoshta ndarja po shkon gjithmonë më thellë. Si e keni përjetuar ju? Brenda majorancës Shqipëri gjen qëndrime të ndryshme. Ju e dëgjuat zotin Rama që ironizoi qeverinë Tsipras për largimin nga BE-ja dhe tha që ne dukemi si të çmendur që po duam të hyjmë në BE kur ka disa që duan të dalin. Është një qëndrim nga disa palë në Shqipëri, të djathët, të majtët në qeveri, të majtët zyrtar, po themi, mainstreami, që duke sulmuar qeverinë Tsipras edhe nga këndvështrimi shqiptar, po flasim pak për këndvështrimin shqiptar, që duke e parë Tsiprasin si të egzageruar dhe si ekstremist majt, mendojnë që do i rregullojnë letrat me Bashkimin Evropian dhe veçanërisht me kancelaren Merkel, e cila është kundërshtarja në frontin e parë e Greqisë. Madje është e qartë tashmë, nuk ka nevojë të thuhet, nuk është sekret që ministri i financave të Gjermanisë ishte partizani i daljes Greqisë nga eurozona dhe nxiti edhe Finlandën, edhe Hollandën, edhe Austrinë dhe Slovakinë që ta kërkonin këtë largim të përkohshëm 5 vjeçar. Pra, Shqipëria duke mos qenë asnjëherë faktor në rolin e vet prej Servili, disa zyrtarë shqiptarë kanë filluar mbajnë dhe qëndrime të cilat nuk i takojnë fare të t'i mbajnë. Ka dhe shqiptarë që për arsye të urrëties për Greqinë gëzohen për krizën greke, ndërkohë që ka shumë të tjerë që ne lexojmë në përshkrimet që bëjnë që vërtet ngrënë shqetësimin që shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe marrëdhëniet tona ekonomike me Greqinë na detyrojnë që të lutemi që kriza zgjedhet në favor të Greqisë dhe sigurisht në favor të Bashkimit Evropian, sepse ne jemi aspirantë. Në këtë debat pastaj ne kemi parë dhe atë Lagarde e cila foli par raporti FMN-s që ishte para vetëm pak minutash, që deklaronte që marrëveshja mes Greqisë dhe Bashkimit Evropian është një marrëveshje pa zbatueshme. Është një marrëveshje që do të rënojë ekonominë, është një marrëveshje që do të çojë borxhin pas 2 vjetësh në 200% të GDP-s që bëhet kështu i pamenaxhueshëm. Dhe duke pasur këto të dhëna dhe këto shifra, FMN-ja bënte një thirrje që të rinegociohet marrëveshja dhe të rishikohet afatet e pagimit borxhit minimalisht
ristrukturimi i borxhit, i cili është një kërkesë, e cila është një kërkesë e bërë nga pala greke gjatë 6 muajve, 5 muajve e gjysmë negociata. Po ashtu ne pam në gazetat e tjera, disa thoshin që kjo ishte një katastrofë për Greqinë dhe Bashkimin Evropian. Disa thoshin, një gazetë angleze thoshte që ishte shpëtimi i monedhës por rënimi i Bashkimit Evropian. Pra, reagimet në përgjithësi ndahen në reagime të FMN-s, Anglisë dhe Amerikës, të cilat janë vendet që dolën më shpejt nga kriza, të cilat janë kundër politikave të Merkelit, dhe është reagimi dhe është qëndrimi Merkelit pastaj, i cili për hir të mendoj sepse në mbledhjen e Eurogrupit u duk që Franca nuk ishte pro qëndrimit të Merkelit, por për hir të unitetit të Bashkimit Evropian, i bashkohen edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, që janë për masat e shtrëngimit, të cilat në këto 5 vite vetëm sa e kanë thelluar krizën në të gjitha vendet ku kriza u shfaq. Pra, kriza në gjithë Europën jugore, ne shohim që vazhdon kriza dhe thellohet akoma më keq. Përveç Greqisë është dhe Italia dhe Spanja. Nëse ne flasim që Greqia vërtet nuk ka një shtet modern për të qenë i gatshëm të krahasohet me vendet e tjera europiane, atëherë pyetja është pse ndodh kjo gjë edhe në Itali dhe në Spanjë. Pse ndodh kjo, vazhdon të ndodhë edhe në Portugali. Pra, e vetmja që shpëtoi nga kriza ishte Irlanda nga gjithë këto vende. Dhe këto pikpyetje rëndojnë mbi këtë marrëveshje që unë shkrua në të dielën duke gdhirë hëna dhe që është ende e paqartë se çfarë kërkon konkretisht. Gjithashtu ish ministri i Financave Varoufakis që tha që kjo ishte marrëveshje ishte traktati i Versajës. Pra, kemi shumë pikpyetje për këtë marrëveshje që mund të çojë pranë, siç e tham, në rrëzimin e qeverisë, që Tsiprasi, i cili firmosi nën presion, firmosi në në kërcënimin e largimit nga monedha e përbashkët. Tani do shfaqet me rebelimin masiv të paktën rreth 30 deputet të partisë vet. Të paktën 2 ministra janë të deklaruar deri tani që firmosën kundër planit parë dhe do firmosin përsëri. Tani janë sigurisht janë kundër dhe janë shtuar akoma zërat, Tsipras gjendet përballë një rebelimi masiv, të cilin ndoshta nuk do ta përballojë më sipas mediave greke dhe mund të kërkojë që të jap dorëheqjen dhe të çojë vendin në zgjedhje të reja. Kjo mund të jetë një manovër politike e tij për ta marrë kontrollin e partisë dhe të qeverisë vetëm, pa kundërshtarët e vet, por për Greqinë ky është një lajm i keq. Asgjë nuk ka përfunduar, më zhduket çdo ditë duket se mund të sjellë ndryshime të reja dhe të papritura. Pavarësisht marrëveshjes. Antona Bileka, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në studio. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi më pas me edicionin informativ, së bashku me mua do të jetë kolegja Anisida Tufa. Na ndiqni.